Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Jeni 50 vjeçë lart, kardiologët japin këto këshilla për një zemër më të fortë. Asnjëherë nuk është vonë për të bërë një jetë të shëndetshme dhe për të shtuar ca aktivitete në dietën tuaj. Kardiologët sugjerojnë për të gjithë njerëzit e moshës 50 vjeçë lart që t'i japin përparësi shëndetit të zemrës. Kjo është shumë e rëndësishme pasi me rritjen e moshës shtohet rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare. Ekspertët shëndetësorë thonë se kolesteroli i lartë në enët e gjakut mundet që të shkaktojë sulm në zemër dhe goditje në tru. Dr. Norman Leper, drejtori i Institutit Kombëtar të Zemrës në Beverly Hills, thotë se me kalimin e moshës ka një sër aminoacidesh të cilat magazinohen në trup dhe gjithashtu krijojnë komplikacione shëndetësore, sidomos nëse i keni kaluar të 50-tat. Nga ana tjetër, një tjetër kardiolog, Dr. Christopher Davis, argumenton se një shëndet i mirë i zemrës nis nga mirë menaxhimi i stresit. Në një shoqëri të mbushur me stres dhe me ankth, një nga zakonet më të rëndësishme që rekomandoj për të promovuar shëndetin kardiovaskular është një lloj praktike frymëmarrje ose meditimi për të balancuar sistemin nervor, shpjegon ai. Ai shton se nivelet e larta të ankthit dhe stresit të rrisin presionin e gjakut dhe rrahjet e zemrës, duke rritur rrezikun e mpikses së gjakut, gjë e cila mund të jetë kërcënuese për jetën. Studimet shkencore tregojnë se ka një lidhje të qartë midis përjetimit të niveleve të larta të stresit dhe vdekjes së parakoshme. Stresi gjithashtu rrit rrezikun e vdekjes së parakoshme deri në 43%. Pra mos harroni, meditimi është një mënyrë efektive për të mos pasur stres ose një vrapë çdo mëngjes. Shkenca ka provuar se 30 minuta në ditë vrap ulën ndjeshëm rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës. Edhe aktivitetet të tjera aerobike e bëjnë zemrën më të fortë duke përmirësuar qarkullimin e gjakut. Një tjetër gjë të cilën duhet të bëjnë kjo grup mosh është që të tregohen të kujdesshëm me ushqimin. Kardiologët gjithashtu rekomandojnë që ju t'i jepni një përparësi ushqimeve të cilat janë minimalisht të përpunuara dhe gjithashtu të pasura me lëndë ushqyese të tilla si dieta mesdhetare dhe gjithashtu kjo mënyrë e të ushqyerit nuk duhet të lënë anash gjumit. Shëndeti i zemrës është kryesisht nën kontrollin tuaj. Sëmundjet e zemrës ishin shkaku numër 1 i vdekjeve në Shtetet e Bashkuara në vitin 2020 sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Por studiuesit vazhdojnë të mësojnë më shumë se si të parandalohen sëmundjet kardiovaskulare dhe është e qartë se të ngronurit dhe të jetuarit shëndetshëm mundet të bëjë një ndryshim shumë të madh. Këtu nutricionistët theksojnë se çfarë mund të përfshini në dietën tuaj për të mirëmbajtur shëndetin e zemrës tuaj dhe të jeni të lumtur për dekadat në vijim. Salmoni dhe peshqit si sardelet janë super yjet e ushqimeve të shëndetshme për zemrën, kjo për shkak se ato përmbajnë sasi të bollshme të acideve yndyrore omega 3 të treguara në studime se ulin rrezikun e aritmisë, rrahjet e parregullta të zemrës dhe aterosklerozës, akumulimin e pllakave në arterie dhe ulin trigliceridet dhe yndyrat e gjetura në gjak. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon të hani peshk dhe mundësisht peshk të yndyrshëm të paktën 2 herë në javë. Ju gjithashtu mund të merrni vajra peshku të pasura me omega 3 si suplemente dietike, megjithatë mund të mos kenë omega 3, DHA dhe EPA të cilat gjenden posaçërisht në peshkun yndyror. Bollguri është i pasur gjithashtu me fibra të tretshme të cilat munden që të ulin kolesterolin. Ai gjithashtu vepron
si një sfungjer në traktin tuaj tretës dhe thithë gjithashtu kolesterolin më mirë në mënyrë që të eliminohet nga trupi dhe të përmirësohet qarkullimi i gjakut. Manaferat, jo vetëm boronicat, por luleshtrydhet dhe manaferat e tjera munden që të ulin rrezikun për sëmundjet e zemrës. Sipas një studimi të vitit 2013 të botuar në revistën Circulation, gratë e moshës 25 deri në 42 vjeç, të cilat hanin më shumë se 3 racione me boronica dhe luleshtrydhe në javë, kishin një rrezik 32% më të ulët të sulmit në zemër krahasuar me ato të cilët hanin më pak. Autorët e studimit ja atribuan përfitimin komponimeve të njohura si antokjanin, flavonoide, të cilët janë antioksidan që mund të ulin presionin e gjakut dhe gjithashtu të zgjerojnë enët e gjakut. Çokollatë e errët. Disa studimet kanë treguar se çokolata e zezë, çokolata e përbërë nga të paktën 60 deri në 70% kakao, mundet që të jetë e dobishme për zemrën tuaj. Një përmbledhje e botuar në revistën 2015 në revistën Vaskular Farmakologji pranoi prova për disa mënyra se si çokolata e zezë mundet që të ndihmonte me sëmundjet e zemrës, por ajo paralajmëroi se nevojiteshin më shumë studime për të konfirmuar dhe gjithashtu për të shpjeguar mekanizmin. Një teori është pikërisht se çokolata e zezë përmban flavonoide të quajtura polifenole, të cilat munden të ndihmojnë në presionin e gjakut, mpiksjen dhe gjithashtu inflamacionin. Fatkeqësisht, çokolata me qumësht dhe shumica e karameleve nuk e bëjnë notën kur bëhet fjalë për mbrojtjen e zemrës. Agrumet, njerëzit të cilët konsumojnë sasi të larta të flavonoideve që gjenden në agrume kanë një rrezik më të ulët të goditjes në tru dhe të sëmundjeve të zemrës, sipas një rishikimi të vitit 2017. Patate. Nuk ka asnjë arsye për të shmangur patatet sepse ato shpesh konsiderohen si një niseshte e keqe, përsa kohë që ato nuk janë të skuqura. Patatet munden të jenë shumë të mira për zemrën tuaj. Ato gjithashtu janë të pasura me kalium, tepër të shëndetshëm për zemrën. Plus, ato janë një burim mjaft i mirë i likopenit antioksidant, i cili është i lidhur gjithashtu me incidencën më të ulët të goditjes sipas shkollës mjekësore të Harvardit. Likopeni është një karotenoid i cili mundet që të ndihmojë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq, të mbajë enët e gjakut të hapura dhe gjithashtu të ulë edhe rrezikun e sulmit në zemër, dhe për shkak se ato janë të ulta në kalori dhe të ulta në sheqer, ato nuk e dëmtojnë një dietë tashmë të shëndetshme. Arra. Arrat, duke përfshirë këtu bajamet, fistikët, kikirikët, përmbajnë fibra të mira për zemrën tuaj. Ato përmbajnë gjithashtu vitamin e cila ndihmon në uljen e kolesterolit të keq. Disa njerëz në të kaluarën i kanë shmangur arrat sepse ato kanë më shumë yndyrë, por shumica e studimeve tregojnë se njerëzit të cilët konsumojnë arra çdo ditë janë më të dobës se njerëzit që nuk i konsumojnë. Vaji i ullirit. Shumë studime kanë sugjeruar mekanizma me të cilët vaji i ullirit ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të zemrës sipas një rishikimi të vitit 2019. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur Evo është një shtesë e dietës mesdhetare e cila është e pasur me drithra, fruta dhe perime. Vaji i ullirit është një burim i mirë i yndyrave të pangopura të cilat mund të ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe sheqerit në gjak. Vetullint, jeshile dhe të zi janë një tjetër burim i yndyrës të mirë. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.